Sot këtyre qytetarëve u duhet vetëm të marrin ajër të pastër gjatë shëtitjes, sepse ujë të pastër në këtë liçen nuk ka më. Kjo është katastrofa ekologjike që ofron sot liçeni artificial. E gjithë fauna e së vetme zonë natyrore të Tiranës është tashmë e pajetë. Bashkia jep alarmin SOS për liçenin artificial dhe lajmëron masa ndëshkimore ndaj shkaktarëve që kanë çuar në degradimin e të vetmes së zonë ende natyrore në Tiranë. Pas shqetësimit të ngritur në Radio Televizionin Ora News, qeveria e kryeqytetit ka vendosur të zbresë në terren e të bëjë përpjekje ndoshta të fundit për shpotimin e liçenit artificial. Problemi i parë është i karakterit hidroteknik, sepse liçeni prej vitesh e ka shkëputur furnizimin e tij nga tributari i tij kryesor që është liçeni i Farkës. Ne kemi ndërmarrë një plan studimi për të bërë ç'është mundur që kjo lidhje me liçenin e Farkës të rivendosës. Problem tjetër madhor është ndalimi kategorik i mbathjes së liçenit me inerte dhe me mbetje të ngurta. Një problem tjetër madhor, shumë i rëndësishëm, që ka një impakt negativ në liçenin dhe ekosistemin e tij janë shkarkimet e ujërave të zeza. Numri 2 i bashkisë Edmond Panariti tha se me të gjitha kompetencat që një ligji do të ndërshkohet çdo subjekt në kundravajtje. Ne kemi dërguar një mesazh shumë të qartë firmave të ndërtimit që ta ndalin menjëherë këtë praktikë shkatruese për këtë ekosistem, përndryshe do të përballen me sanksione të forta që në një ligji. Të gjithë lokalet, të gjithë bizneset që operojnë, të gjithë apartamentet e banimit që operojnë rreth rrotullit liçenit, ka marrë një mesazh qartë që brenda një kohe të shkurtër, një periudhë 2 javore, të ndërpresin kategorikisht shkarkimet e ujërave të zeza në liçen. Prej kohësh liçeni artificial rënkon nga kjo ndotje ekstreme. Shqetësimi është ngritur nga qytetarë dhe ambientalistë, të cilët thonë se kjo hapësirë e gjelbër po degradohet ditë pas dite.